Kryetari i Drenasit Ramiz Lavrovci ka reaguar pas dorëheqjes së membrit Krasniqit. Ai ka përgëzuar strukturat e PDK-s dhe qytetarët e Drenasit për mbështetjen e dhënë, duke riafirmuar besnikërinë e tij ndaj partisë. Ai përshëndeti largimin e kryetarit të deri tani membrit Krasniqi dhe u shpreh mbështetje për kryetarin në ardhje Bedri Hamza, duke i cilësuar PDK-n si themeluesen e lirisë dhe e shtetit të Kosovës. Në vijim postimi i tij plot, Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Përgëzoi strukturat e PDK-s për mbështetjen që më kanë dhënë në çdo situatë me besimin e plotë se do të bëhet mirë. Faleminderimi i veçantë shkon për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët besuan në zotimin tim se s'ka birë nanaj që më largon nga PDK-ja. Besimi im në sinqeritetin e antarësisë ashtu edhe udhëheqësve të PDK-s ka qenë i madh. Ky hap i pritshëm i kryetarit të deri tani membrit Krasniqi do përshëndetur njëherësh duke i ofruar fuqishëm përkrahje kryetarit në ardhje Bedri Hamza. Të jesh lider i partisë që mburoi nga drejtoria politike e UÇK-s është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi për të dërguar shtetin në nivelin më të lartë, sinqerisht, me tërë forcat përparimtare të vendit. Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Të jesh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës do të thotë të jesh shtet formuese, shtet ndërtues, gjithëpërfshirës, e përbashkues, trim i drejtë, lartpamës e vizionar, mbështetas dhe lider në fjalë e vepra, suksesit të mëtejshme partie liderëve tanë të luftës dhe paqes, suksese PDK, ka shkruar ai ndër të tjera në këtë reagim të tij pas dorëheqjes së membrit Krasniqit si drejtues i PDK-s.